Të respektuar të dashur besimtar, vëllezër dhe motra, në radhë jemi tek suretun Nejm, sureja që ka marrë emrin e yllit. Allahu i lartësuar betohet në ajetin e parë të kësaj sureje ku thot wan nejmi idha hawa, betohem në yllin kur ai bie. Allahu i lartësuar më këtë sure mekase e përbër për 62 ajeteve, edhe njerë shikojmë që i thëret mendjeve të shëndosha logjikës së shëndosh, ku njerëzit të gjitha fenomenet natyrore që ndodhin në këtë univers duhet i adresojnë si krijesa të krijuara prej Allahu xhelle shanhu. Dhe çdo ligj që është përcaktuar në këtë univers dhe në këtë tokë, Allahu fton që ta kuptojmë atë si një ligj që e ka caktuar Allahu i lartësuar me dijen e tij dhe urtësinë e tij të plotë dhe të madhe. Kjo sure na fton që të kuptojmë se ylli në veçanti që përmendet në këtë ajet, ku do ta shpjegojmë më poshtë se çfarë është ky yll, apo yjet në përgjithësi që ne shikojmë si një zbukurim i bukur për tokën që i ka caktuar Allahu i lartësuar, janë të gjitha shenjë prej shenjave të fuqisë së Allahut të lartësuar El Khalik, krijuesit absolut. Është shumë interesant kur përballemi me një fakt që përtej i dhujtarisë së madhe që mekasit, arabët e asaj kohe kishin rënë duke besuar në statuja të shumta. Kemi fakte historike që shumë fise të ndryshme arabe adhuronin edhe një yll të përcaktuar edhe në Kur'anin famëlart si ylli Shi'ara, ose në terminologjinë e sotme të shkencës, ylli Sirus. Dhe thot Allahu i lartësuar po ashtu në këtë sure, Nejm 49, wa annahu huwa Rabbu Shi'ara, dhe me të vërtet se Zoti Allahu është Zoti i Shi'aras, pra yllit polar që ju o arab e adhuroni. Duke treguar Kur'ani famëlart dhe theksuar fort se yjet kanë një funksion për njerëzit, siç tregohet në surën Enam 97, për shembull që janë orientim në errësirat e tokës dhe të detit. Më përpara yjet ishin orientime se nga do të orientoheshin njerëzit në mes të shkretëtirës apo në mes të errësirave të detit, kur sot ne mund përdorim busulla, por ja që Allahu i lartësuar na flet se këto yje janë vënë në shërbim të njerëzve që t'i përdorin për të mirat e tyre në jetën e kësaj bote. Po ashtu Allahu i lartësuar thot was-samaa'i dhatil buruj, që në qiell po ashtu ne e kemi zbukuruar me yjesi, me yje të shumta. Allahu potencon në Kur'an se yjet janë krijuar nga Allahu, janë nënshtruar urdhrit të tij dhe dëshmojnë fuqinë e tij në surën Araf 54. Si dhe po ashtu për të demonstruar fuqinë e tij absolute, Allahu i lartësuar thot në surën Murselat, ajetin e 8 apo Tekwir, ajetin e 2, se do të vi koha kur drita e tyre do të shuhet. Wa idhan nujumun, pra dhe kur yjet janë pikërisht ato të cilat do të shkatrohen, pra do t'i vi fundi dhe nuk do të kenë më ndriçim dhe shkëlqim, duke dëshmuar se sado i madh le të jetë një yll, dhe ne e dim që në rrugën e qumshit ku ne ndodhemi me këtë planetin tonë të tokës, ylli më i madh është dielli. Ndërkohë vetë shkenca pohon se yjet të cilat Allahu i ka krijuar në këtë univers të pafund mund të ketë prej tyre që janë shumë edhe shumë herë pa na e marrë në mendja më të mëdhej se sa ky diell që ne shikojmë. Dhe të gjitha këto galaktika kanë pothuajse gjithsecila yllin e vet, diellin e vet, që ndoshta është një apo dhe më shumë se kaq dëshmon shkenca,
por ne dëshmojmë me këtë gjë, me anë dhe të argumenteve të qarta të Kuranit famëlar, që gjithë kjo madhësi që ka kriju Zoti, gjithë kjo pafundësi e këtij universi, çfarëdo që shikon syri jon, çfarëdo që do dëshmoj shkenca dhe sado që të përparoj, dhe të neve të na e paraqesi një fakt shkencor të vërtet për këtë krijimtari të madhe të yjesisë, së yjeve dhe të universit, ajo çfarë neve na orienton Kurani famëlart është drejt një mendje të shëndosh që të pranojmë që ka vetëm një krijues të vetëm, Allahu Xheleshanhu. Dhe kur e pranon këtë gjë, siç betohet Allahu në këtë yll, që ai është krijuesi absolut, atëherë ajeti i dytë i surës Nejm, i 3, i 4 dhe i 5 na japin tashmë një mesazh të qartë, ku Allahu i lartësuar thotë: "Ma dalla sahibukum wa ma gawa." Dhe dijeni, o ju arab dhe o ju njerëz që lexoni Kur'anin dhe përpalleni me këto fakte, se Muhamedi a.s., shoku juaj, e ka quajtur Allahu duke u drejtuar arabëve, as nuk është një njeri që ka humbur apo ka devijuar nga e vërteta. Wa ma yantiqu anil hawa, sepse ai nuk flet nga vetja e vet. Ku e gjetë ai informacionin për të folur për këto fakte kaq madhështore që sot shkenca i dëshmon? Ndërkohë Muhamedi a.s. i ka dëshmuar këto fakte duke na i treguar neve, duke shpall Kur'anin, pra Allahu atij dhe me anë të tij duke ia mësuar njerëzimit për të folur për këto gjëra kaq madhore, shkencore, që në atë kohë nuk mund të mendohej për shkencë e për zhvillim siç ne e kemi sot. Prandaj, wa ma yantiqu anil hawa, besojeni këtë gjë. Muhamedi a.s. nuk flet nga mendja e tij, nuk flet nga dëshirat e tij, in huwa illa wahyu yuha, sepse ai flet vetëm atë që i ka shpallur Allahu i lartësuar, allamahu shadidul quwa, që ja ka mësuar atij Xhibrili alayhi salam. Dhe ne sot po ashtu përballemi me fakte madhështore të shkencës, po ashtu që pikërisht pozicionimi i tokës në këtë pozicion ku ndodhet në të gjithë këtë univers, e barazlarguar në formën më precize nga dielli apo edhe nga hëna, edhe me atë mbrojtjen absolute që e ka vendosur Allahu i lartësuar, pikërisht atë kupolën mbrojtëse, që siç shikojmë ne her pas here, që siç themi dhe në atë shprehjen e përhershme, ra një yll duke parë ato meteorët e vegjël që bien drejt tokës, por shikojmë që Allahu i lartësuar e ka bërë këtë tokë të sigurt që të mbrohet nga të gjitha goditjet e jashtme. Dhe kështu Allahu, siç thot në Kuranin fisnik, që e kemi bërë tokën të përshtatshme për jetën njerëzore. Dhe me të vërtet kemi çdo gjë që me të vërtet do t'i mundësonte jetës njerëzore vazhdimsinë e saj. Dhe kjo është e vërtetuar shkencërisht edhe me gjërë se kaq. Po ashtu ne përballemi në Kur'anin famëlar me një fakt akoma dhe më interesant, që Allahu fton po ashtu përsëri mendjet e shëndosha dhe logjikën e shëndosh, ku tregon një fakt historik që edhe sot kjo është e vërtetuar, ku në kohën e Ibrahimit a.s. dhe jo vetëm, njerëzit, yjet, diellin dhe hënën i besonin si zotra të tyre. Dhe në surën En'am, nga ajeti 76 deri në ajetin e 83, tregohet dialogu që Ibrahimi a.s. ka bërë me popullin e tij. Dhe kur pa që populli besonte si Zot yllin, Ibrahimi a.s. doli për ta kërkuar Zotin e tij, për të parë yjet, kush do të jetë Zoti i tij. Falamma janna alayhi lejlu ra'a kawkaba, dhe kur erdhi nata u shfaqen yjet. Qala hadha rabbi, dhe tha ky është Zoti im. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Por kur e pa që ylli perëndoi në mëngjes dhe nuk dukej më, tha unë nuk i dua ato që perëndojnë. Si mund të jetë Zot ai që perëndon? Po kështu doli në kërkim të hënës, e njëjta gjë, edhe hëna përsëri perëndoi. Kur pa diellin, ky duhet të jetë, tha Zoti im, sepse është i madh. Por përsëri kur dielli perëndoi, tha nuk mund të jetë Zoti im. Dhe kështu thot, unë e ktheva fytyrën time drejt Allahut, krijuesit të botëve, të qiellit, të diellit, të hënës, të yjeve, dhe vetëm tek ai jam musliman i nënshtruar dhe nuk jam prej mushrikinëve, prej atyre që i bëjnë shirk Zotit të tyre. Dhe interesante është wa hajjahu qaumuhu, mirë po populli i tij e polemizoi Ibrahimin alayhis salam.
Dhe i tha Ibrahimi a.s. A polemizoni me mua rreth Allahut, ai që më udhëzoi, unë nuk ju friksohem atyre që ju bëni shok, vetëm nëse Zoti im do, atëherë mund të më ndodhi diçka e keqe. Dhe dije se dia e Zotit tim ka përfshirë gjithçka. E si t'ju friksohem unë atyre, pra krijesave të Zotit, është pyetja e Ibrahimit a.s. që ju ja shoqëruat atij si zotra, e ju nuk i friksoni për atë që i shoqëruat Allahu xhaleshanu. Një pyetje shumë logjike. Si mundem unë t'i friksohem krijesës kur ju nuk i friksoheni krijuesit, që ju po i shoqëroni krijesat krijuesit sikur të ishin zotra. Një elekuencë shumë e bukur e Ibrahimit a.s. që vetë Kurani famëlar, Allahu i lartësuar, zgjodhi ta sjellë shembull që njerëzit të reflektojnë, që njerëzit të kthehen tek e vërteta. Wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahima ala qaumi, dhe pikërisht këto janë argumentet tona që ja dham Ibrahimit kundër popullit të tij, dhe ne ngrem në shkallë të lartë atë që duam. Vërtet Zoti yt është më i urti, i gjithdijshëm, të cilit asgjë nuk i fshihet. Kur flasim për Ibrahimin a.s., minimalisht të dashur besimtar, po flasim për mira vite më përpara. Pavarësisht historia ku mund na çojë në datë, por po flasim mira vite më përpara nga kjo kohë që ne ndodhemi sot. Por ama është e çuditshme kur ne gjithmonë përballemi me fakte kur flitet për popujt e mëparshëm, flitet që kanë qenë popull të pacivilizuar, kanë qenë popull të pazhvilluar, kanë qenë popull të paditur, edhe siç i ka ndarë dhe vetë shkenca në periudha të ndryshme të kohëve të qenies njerëzore. Por ne po jetojmë në kohët moderne. Jemi në vitin 2026. Ndoshta shkenca nuk kishte përparuar aq sa është sot në këto grada kaq të larta të zhvillimit. Por ama përsëri ne shikojmë madhështinë e fjalës së Allahut të lartësuar, ku thuhet që është një fjalë që do të mbijetojë deri në kiamet. Pse? Po ja pra, edhe sot e kësaj dite në kohët moderne ne e kemi ashiqare i dhujtarin që bëjnë njerëzit modern duke besuar përsëri se një yll mundet të vendos fatin e jetës së tij. Dhe këtë ne e shikojmë çdo mëngjes kur hapim televizorin ton dhe përpara na paraqitet horoskopi i ditës së sotme. Ndoshta nuk e besoni, por ka vende që mund të jenë dhe me shumicë muslimane, ku sidomos rinia e kanë bërë gjën thelbësore për të hudhur hapin e tyre të parë drejt martesës. E pyet si e ke emrin, gjëja e parë, Hasan apo Hysen, pyetja e dytë, çfarë shenje e horoskopit je. Dhe nëse sipas kësaj që vetë kjo shkencë përpiqet të hedhë mbi sytë e njerëzve si diçka të vërtet, ata thonë, jo, s'na përshtaten shenjat e horoskopit, nuk martohem me ty. Deri në këtë grad ka arritur idhujtaria, shirku dhe frika, se e keqja vjen prej yjeve, se e keqja vjen prej hënës, se e keqja vjen prej diellit, e kështu me radhë. Pra shohim që sado që njeriu mund të përparojë në shkencë, por ajo çfarë Kurani do të mbesi gjithmonë deri në ditën e Kiametit është që njeriu pa e qartësuar në shpirtin dhe në zemrën e tij atë çfarë ne e quajmë tauhidin e pastër, besimin në njëshmërinë e Zotit një të vetëm pa shok, që vetëm ai meriton të adhurohet, vetëm prej atij ndihmë kërkohet, vetëm prej atij vjen e mira dhe e keqja. Nëse nuk do ta kemi rrënjosur në shpirtin ton këtë gjë, atëherë do të shikosh që edhe kur të dali macja e zezë përpara, edhe kur të dali diçka çfarë mundet të përhapet në popull si bestytni, do të shikosh që njerëzit janë të prirur ti besojnë këto gjëra, këto kotësira, këto gjëra që nuk janë gjë tjetër vetëm se e ofendojnë logjikën dhe mendjen njerëzore. Dhe për këtë fakt njerëzit do të japin llogari dhe janë meritor për të dënuar më pas nga Allahu xhaleshanu në zjarrin e xhenemit, vetëm sikur këtë pyetje të bëj Allahu.
Si mundesh që me logjikën që unë të dhash, ti të shkosh dhe të besosh se një mace, se një qen i zi, se ku ta di unë një çfarë, ty do të sjelli dëm apo dobi. Dhe kjo është e përhapur në masë, në popullin ton e ngjër e më gjër. Dhe kështu shikojmë madhështinë e kësaj sureje mekase me një emër të vetëm, Nejm, ylli, që ka një mesazh kaq madhështor për atë i cili me të vërtet kërkon udhëzim, dhe kush e kërkon udhëzimin me sinqeritet, le ta di se Allahu xhaleshanu do ta udhëzoj në rrugën e drejtë. Ajo çfarë mbetet është të lutemi Allahu xhaleshanu, o Allah, na e qartëso besimin e pastër në zemrat tona, na e forco zemrën tonë në besimin e pastër, në tauhidin e pastër, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, na bë të jetojmë me këtë fjalë të gjitha obligimet e saj, na bë që të vdesim me këtë fjalë dhe të ringjallemi me këtë fjalë dëshmi madhështore. O Allah, na fal, na mëshiro, na duaj, na begato në xhenetet e tua të larta, të gjithë siç jemi së bashku, na bashko. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.